3, 2, 1, game over. Nëse së më beson kam prova. Përshëndetje të bashkëmiq të kanalit tim në YouTube. Sot do të lansoja 2 videot pas një pauze shumë do të thënë për një pauzë vërtet shumë të madhe në 2015-ën. Sot do lansoj videon time të tretë për 2015-ën, e cila do të Shën Valentini. Si e kanë kaluar shqiptarët Shën Valentinin? Duke marrë parasysh që Shqipërisë është në rënje dhe që shumë pak besoj që kanë festuar në të vërtetë Shën Valentinin, le të themi që më falni se miku kamera. Le të themi që shënia është fituar me duar në shqiptarët ose nga pjesa më dërmuese e shqiptarëve. Përveç atyre që se di le të themi që besoj se ka diçka të çuditshme që nuk shkon për Shën Valentin, por nëse çon si ka kjo. Në këtë rast do të përfitoja nga rasti dhe do të festoja, do të uroja gjithë shqiptarët për Shën Valentinin, një vit sa më i mbar, 2015 për të dashuruarit, sepse ndoshta keni vërej, por të gjithë kanë të drejtë në pjesën e festës. Nëse nuk ka rëndësi se po lexoj komentet në Facebook, gëzuar Shën Valentinin të gjithë të dashuruarve. Dhe ndodh që shumë të gjithë dashuruarve gëzuar, sepse mua personalisht Kupidi është verbu për mua personalisht. Kjo ishte video për Shën Valentin. Publikohet pak më vonë, por do të lansoj edhe një video tjetër dhe 2 video tjera ose varet, nuk e kam vendosur akoma, por gëzuar Shën Valentinin, like, share, subscribe dhe comment. Vetëm Pink Official. Ciao.